çfarë është parashikimi 3 gradë Celsius dhe pse ky studim më ka vënë në një gjendje meraku të thellë, dëshpërimi dhe shqetësimi të jashtëzakonshëm. Sepse flet për gjithë ne, flet për të ardhmen tonë të afërt. Kush e ka bërë këtë studim? Ky studim është publikuar në janar të vitit 2025 dhe autorët e tij janë Universiteti i Exeter edhe Instituti i Aktuarëve. Tani do të thoni jo kush janë aktuarët. Ua them unë se kush janë aktuarët. Aktuarët janë gjeni matematikorë të cilët punojnë gjithkohës në punën e më të mërzitshme në botë dhe detyra e tyre është që të garantohen nëpërmjet llogarive të tyre që miliarderët të mos dalin kurrë me humbje. Aktuarët punojnë për llogari të kompanive të sigurimeve dhe të qeverive, të cilët llogarisin koeficientet e sigurimeve, pensioneve etj. Aktuarët garantohen që për çdo policë sigurimi, siguracioni që firmoset të ketë 99.5% shanse mbi jetesë e personi. Pra janë personat të cilët marrin të gjithë të dhënat jetësore të një individi dhe garantohen që ky person ka 99.5% shanse për të jetuar në një periudhë të caktuar kohore. Pra këta persona kanë bërë diçka tjetër këto kohë që shkon për te individëve. Ato kanë bërë për llogaritjen dhe shanset e mbijetesës së komplet planetit tonë. Kur këta njerëz që bëjnë punën më të mërzitshme të botës, edhe këta janë gjithë jetën e tyre të stërvitur që me ftohtësinë e përllogaritjeve, që të mos shkojnë kurrë në panik, tani këta tipa papritur fillojnë dhe përdorin fraza të tipit risk of ruin, pra rreziku i shkatrimit, apo 4 miliard vdekje, apo kemi arritur pikën pa kthim. Tani ky studim ka mbi 40 faqe, unë i kam lexuar gjitha një për një dhe flitet për parashikimin 3 gradë Celsius. Tani cili është konkluzioni i tyre? Konkluzioni i Institutit Aktuarëve dhe Universitetit të Exeterit është që ne do të kemi insolvencë planetare 50-50. Çfarë do të thotë kjo? Nëse temperatura rritet 3 gradë Celsius mbi dyshemen para industriale, do të thotë se 4 miliard njerëz në tokë do të shuhen. Okej? Vetëm 3 gradë Celsius në 25 vite të ardhshme dhe planeti bëhet insolvent. Dhe do të hyjmë prapë në detaje se çfarë do të thotë insolvent. Po pak a shumë këto 4 miliard vdekje njerëzish do të vinë për shkak të urisë, për shkak të nxehtësisë, vdekjeve nga temperatura, për shkak të luftrave mbi resurset dhe për shkak të kolapsit të institucioneve shtetërore. Në këtë moment ne jemi në pikën 1.5 gradë plus. Pra, në këtë 3 gradëshin, aktualisht ne jemi në 1.5 dhe jemi drejtuar me shpejtësi drejt 2-shit. Dhe studimi thotë që edhe në 2 gradë Celsius, mbi dyshemen paraindustriale, temperaturë do të kemi 2 miliard vdekje. Okej, tani do t'i shohim gjërat me radhë, por për të mos e zbukuruar shumë me terma teknik, e vërteta në thelb që thotë ky studim me 2 fjalë është kjo, që përgjatë 25 viteve të ardhshme, gjysma e njerëzimit, pra, shanset që unë dhe ti të mbijetojmë në 25 vite të ardhshme janë 50-50. Okej, janë si hedhja e monedhës. Pra kemi 50% shans për të jetuar dhe 50% shans për të mos jetuar në 25 vite të ardhshme. Këta njerëzit që garantohen që dikush të ketë 99.5% shans të mbijetojë, që të lëshojnë policën e sigurimit, tani kanë bërë për llogaritjen e kolapsit planetar, që do shkojmë drejt 50-50-ës. Tani, unë nuk është se këtë studim e kam lexuar dje. E kam ndeshur këtë që në janar të 2025 dhe reagimi i parë imi ka qenë ashtu siç çdo qenie njerëzore që përballet me një të vërtetë që nuk i pëlqen, është refuzim, denial, pra. Është dëshirë për të mos e pranuar ose për të thënë deri në 2050-ën askush s'arrin ta parashikojë se çfarë mund të ndodhë, apo sa risi ka bota, apo sa teknologji shpiken për të na shpëtuar neve.
E vërteta është që këtë lloj gënjeshtras ne ja themi vetes vetëm thjesht për ta qetësuar veten dhe për të mos marrë masa, për të justifikuar dembelizmin tonë të brendshëm. Sepse këtu është qartësi matematikore, është egzaktësi matematikore, nuk janë sociolog, nuk janë psikolog, nuk janë nga fushat sociale këtë studime, vinë nga matematicien. Është ndryshe, është qartësi matematikore, është egzaktësi. Pra, ky lloj kolapsi që po vjen për shkak të rritjes temperaturës globale, për shkak të parashikimit 3 gradë Celsius, është qartësi matematikore, është formulë, nuk është opinion, nuk është mendim, nuk është sugjerim. Pra, mënyra se si është organizuar sistemi botror sot, kolapsi është i brendashkruar në të. Është thjesht një tik-tak i përllogaritur. Dhe duke qenë se është një kolaps i pa evitueshëm, që është 100% i gatuar brenda në sistemin e botës, se si ecin gjërat sot në botë, ka arritur tani në pikën, thot studimi, në pikën pa kthim. Pra nuk ka asgjë që mund të bëjmë më që ta evitojmë këtë kolapsin. Janë shuar të gjitha mundësit, kanë qenë para 30-40 vitesh, mundësi që ta ndryshonim trajektorën, që të mos shkonim në atë destinacion planetar. Mirë po ato masa nuk u morën parasysh atëherë kur ishte koha, dhe tani çfarë ndodh? Jemi në pikën pa kthim. Dhe prandaj kjo është bërë një qartësi matematikore. Pavarësisht se unë nuk doja ta pranoja, nuk më pëlqente. Përpiqesha ta justifikoja brenda vetes time që është kohë e gjatë. Mirë po tani ne mund ta faktojmë në përditshmërinë tonë, sepse kemi çdo ditë më shumë zjarre, kemi çdo ditë më shumë dështim të linjave elektrike, kemi çdo vit më shumë shkatërrim të mbjellave të fshatarëve për shkak të thatësirës, për shkak të ndërprerjes furnizimit me ujë, për shkak të stuhive të paparashikueshme të çuditshme që janë komplet jashtë sezonit, për shkak të përmbytjeve, edhe për shkak të temperaturave të papërballueshme gjithnjë në rritje. Pra nuk ka asgjë këtu që të na duket e jashtëzakonshme ose diçka që nuk është fare në linjë me atë që thot studimi. Tani vim të insolvenca planetare. Çfarë është insolvenca planetare? Për ta kuptuar, le të marrim një metaforë krejt thjesht. Le të marrim rastin e pensioneve. Imagjinoni një të moshës tretë, një person të moshës tretë i cili paraqitet për të marrë pensionin dhe i thonë që nuk ka, sepse nuk ka lek shteti. Pra, arka e shtetit nuk ka gjeneruar mjaftueshëm të ardhura për të përballuar shpërndarjen e pensioneve. Dhe në këtë rast thuhet që shteti është insolvent, pra ka pa fuqi paguese. E njëjta gjë aplikohet edhe tek insolvenca planetare. Pra, parashikimi 3 gradë Celsius thotë që me rritjen 3 gradë temperaturës mbi bazën paraindustriale, do të thotë që planeti arrin pikën e insolvencës. Pra, nuk mundet që të mbështesë jetën në tokë, që do të thotë që nuk ka risurse për të jetuar të gjithë në tokë, ose eksaktësisht ka risurse për të jetuar vetëm gjysma aktuale e njerëzimit. Dhe tani imagjinojeni planetin sikur është një organizëm i tërë, njësoj siç është njeriu, një organizëm, më kuptoni? Imagjinojeni për një moment sikur edhe planeti vetë është një organizëm, si trupi i njeriut. Ju e dini se trupi i njeriut ka një ekuilibër termik shumë të brisht. Pra, mjafton një luhati temperaturë 1-2 gradë Celsius dhe ne kalojmë në temperaturë febrile. Ne kemi ethe, kalojmë në gjendje djersitje të rëndë, kalojmë në vështirësi përqendrimi, e gjitha gjërat që vinë me humbjen e ekuilibrit termik, që është kaq i brishtë njeriu, 1 ose 2 gradë dhe ne kolapsojmë. Komplet metabolizmi jon është në luftë të brendshme pastaj për të përpjekur, duke u përpjekur që të rifitojë ekuilibrin. E njëjta gjë edhe me makroorganizmin brenda të cilit jemi futur, brenda të cilit jetojmë, që është planeti. Pra, kjo është vendosje 3 gradë, thjesht planetin e fut në ethe. Okej? Tani çfarë do prodhojnë këto ethe? Do prodhojnë një efekt domino. Dominot e parashikimit 3 gradë Celsius do të fillojnë të bien njëri pas tjetrit. I pari është shkrirja e akullit në Grenland. Dhe shkrirja e këtyre masiveve të mëdhenj akullnajash, çfarë do sjellin? Do sjellin përmbytje. Dhe raporti parashikon përmbytje të mëdha në 25 vitet e fundit, sidomos në qytetet bregdetare.
Dominoja e dytë që do bjerë, kush është? Është Amazon Rainforest, pra shirat e Amazonës. Kur shirat e Amazonës të pushojnë, pra, si thua, për shkak të kësaj rritje temperature, ne kemi një lloj thatësire e cila nuk do gjeneroj më shirat, sepse Amazona është një sistem vetë prodhues i shirave, sepse me ato që gjeneron, krijon shirat e saj. Mirë po thatësira pastaj do vonoj shirat në Amazon e përrjedhoj, ky efekt do shkoj duke u pasuar në zonat e tjera përgjatë globit, pra me pak fjalë, rritja e temperaturës do sjellë çakordim të brezave të shiut në botë. Pra aty ku supozohej të binte shi, nuk do bjerë më, dhe do filloj të bjerë shi atje ku nuk supozohej se duhet bjerë shi. Dominoja e tretë, rrymat nënoqeanike. Rrymat nënoqeanike janë si sistemi i ngrohjes global. Më kupton, është për shkak të rrymave nënoqeanike, është për shkak të tyre, pra pse në Londër është më ngrohtë se sa në Kanada. Edhe pse Londra, po të shikoni meridianët, është më lartë, pra se sa pjesa më e madhe e Kanadas. Është për shkak të këtyre kurrenteve dhe këto rryma oqeanike çfarë do sjellin? Këto rryma oqeanike do sjellin probleme me të ftohtin, sepse do ketë zona ku do ketë të ftohtë dhe thatësirë, dhe do ketë zona të tjera ku do të ketë ngrohtësi ku nuk pritej që të kishte ngrohtësi. Pra është që kesh 40 gradë Celsius në Gjermani ose në Norvegji. Më kupton, kjo e çakordon pra klimën e butë europiane. Dhe kjo ka filluar. Nuk është se ne duhet presim, ka filluar në proces. Dhe nëse çakordohet kjo klima e butë me shira europiane, kjo lloj mikroklime e krijuar kontinentale, atëherë çfarë kemi? Kemi shkatërrim të mbjellave, kemi shkatërrim të resurseve për të ngrënë, kemi mungesë ushqimore për njerëzit. Dominoja e tretë është kërcënimi i emigracionit të masës, sepse ndërsa temperaturat rriten, njerëzit do lëvizin me miliona e miliona nga zonat e pajetueshme të babanueshme në zonat e tjera të banueshme, dhe kjo do sjell konflikte masive dhe konflikte të pashueshme, të pazgjidhshme me vendasit, kudo në botë. Rezultati i kësaj do të jenë konflikte masive botërore, do të kemi dhunë kufitare, do të kemi një rritje të shpejtë të politikave të së djathtas ekstreme, pra kundër emigrantëve. Tjetër, çfarë do sjell kjo rritje temperature? Do sjell kolapsin shtetëror, sepse në këtë gjendje vlimi që krijohet në aspektin global, por edhe në aspektin lokal të vendeve, qeveritë do jenë gjithmonë në rast në rolin e zjarfiksit, qoftë literal, qoftë politik, sepse edhe në politik do të rrinë gjithkohës me tubin e zorrës duke fikur skandalet politike, dhe nga ana tjetër në realitet do jenë gjithmonë me tubin e zorrës duke fikur zjarret, pra edhe problemet që do ndeshen. Dhe kur politika gjendet në këtë situatë, nuk ka më kohë që të merret dikush me një urë që është prishur. Është njësoj sikur në urgjencën e një spitali të paraqiten brenda 2 orësh 1000 raste. Të gjithë mjekët do e kushtojnë vëmendjen e tyre këtu tek urgjenca, tek 1000 raste që po paraqiten në urgjencë, dhe çfarë do ndodh me ata që janë shtruar, që kanë 2 javë që janë shtruar dhe presin vizitën me mjekët? S'do merret askush me to, sepse s'ka në kapacitetet të merret njëri me to. E njëjta gjë do ndodhë me qeverinë, duke u përpjekur që të zgjidhin skandalet e reja, të freskëta, do harrohen ato problemet e vjetra që kishin për të zgjedhur, një urë atje që është shembur nga përmbytjet, apo një rrugë atje, apo çfarëdo tjetër. Pra, sepse nuk ke mundësi logjistike, edhe sikur duash t'i bësh, nuk ke mundësi, sepse është e njëjta gjë që ndodhi me Covidin. Pra, ku paraqitja masive në urgjencë solli kolapsin logjistik, ku shteti nuk i shërbente dot njerëzve, dhe kur shteti arrin në pikën e kolapsit logjistik,
e vetmja gjë që jep frymarrje shtetit për të përballuar fluksin është cila që të vdesin sa më shumë njerëz. Sepse vetëm duke vdekur sa më shumë njerëz, lirohen risurset, aparaturat, mjetet e gjërat për të trajtuar njerëz të tjerë. Dhe kjo është pika që sjell kolapsin shtetëror. Në vitet 70, një bir aristokrati francez, i diplomuar në një nga shkollat më të rëndësishme, më të forta të asaj kohe të Parisit, vendosi që të bëhej rebel, të dilte nga qasja e nga dalë shkencore, e kulluar, e kthjellet filozofike e gjërave, dhe ai u bë rebel. Unë tha nuk dua që ta ti bëj këtë qasje ndaj realitetit, si që bëni ju. Unë dua ta shoh realitetin drejt në sy, siç na vjen ai, siç na përplaset në fytyrë, në përditshmërinë tonë, mbi bazën e ndryshimeve biologjike, mbi bazën e diferencave raciale, mbi bazën e migracionit, mbi bazën e diferencave identitare. Ky është realiteti i vërtet, jo filozofia që bëni ju në përzyra. Dhe Guillaume Faye është i famshëm për një parashikim qendror që bëri ai, i cili quhet konvergjenca e katastrofave. Pra Faye parashikoi që në Europë këto dominot e degradimit social nuk do të bien një nga një, por do të bien sikur është një kështjell dominosh dhe do të shëmben gjitha një herësh, sepse ndihmojnë njëra tjetrën që të shkatërrohen. Dhe tek konvergjenca e katastrofave, Faye parashikon një krizë masive globale i zhvendosjeve demografike, i borxhit ekonomik, i tharjes së mjedisit, i bjerrjes së resurseve mjedisore, i përparimit teknologjik të pa kontrollueshëm, të pa frenueshëm, i tensioneve etnike, dhe të gjitha këto nuk është se do të vinë njëra pas tjetrës, por do të përshpejtojnë njëra tjetrën njëkohësisht, dhe e quajti konvergjenca e katastrofave. Dhe së shpejti, të gjitha këto, thot Faye, do të përplasen me njëra tjetrën dhe do të krijojnë një kolizion, pra, ndërmjet tyre në botën moderne dhe do të japin fund botës moderne. Okej? Duke krijuar një periudhë të re të njerëzimit që ai e quan kaosi i madh. Tani, një gjë tjetër që bëri, parashikim që bëri Faye është pashmangshmëria e luftës etnike civile në Europë. Pra, për me pak fjalë, Faye parashikoi që atëherë që Europa do të bëhet një thertore e madhe, me akte vandale, me sulme terror, dhe kjo, thot Faye, nuk është një parashikim që po bëj unë, është një egzaktësi matematikore, se Europa po shkon drejt së qenit një thertore. Okej? Do të thënë, kriza, probleme, thyrje, humbje jetësh, sulme në të gjithë trupin e Europës, sa vinë dhe shtohen, njësoj siç një enë që vihet tek pllaka e gazit dhe fillon me ujë dhe fillon të vlojë. Në të njëjtën mënyrë, kjo është një, si thua, një egzaktësi matematikore, thot Faye. Dhe kjo rritje e temperaturës vlimit social në Europë do të shpaloset në faza të ndryshme, do i ndaj pastaj europianët në dy anë, në ata që janë me origjinë europiane dhe në popullimet e ardhura, të cilat do të jetojnë në konflikt të vazhdueshëm me njëra tjetrën. Një tjetër parashikim që bëri Faye është ajo që quhet parashikim, observim në këtë rast, është ajo që quhet hipoteza e titanëve. Ku Faye tha se civilizimi modern u ngjan personazheve, miteve të antikitetit lashtë, të cilët u rrëzuan nga krenaria e tyre e sëmur. Çfarë është hipoteza titane e Fayes, e Guillaume Fayes? Është se sistemet e botës sot, sistemet ekonomike të botës, firmat e mëdha, gjitha janë të bazuara mbi një nocion ekonomik të rritjes së pafundme. Pra, bizneset sot, mënyra se si operojnë industritë në botë,
nuk ka një pikë ngopjeje, është njësoj sikur tulesh për të ngrënë diçka dhe të mos ngopesh kurrë. Pra, ky është modeli ekonomik i botës dhe e ka në këtë strukturë është matematikisht i destinuar të plas një ditë, të shpërthejë. Do vijë ajo që thot Faye, explosion of the reality, pra pika e plasjes së botës, e realitetit. Sepse të gjitha sistemet ekonomike janë të bazuara në këtë që rritu, përmirësohu, rritu, pa një tavan. Edhe ky është hubris i modernitetit. Dhe kjo, ajo që folëm më përpara, 3 gradë Celsius, ajo do ta përshpejtoj ardhjen e kësaj pikës së plasjes. Pra, gjërat ndërlidhen se nuk është se e kalova Fayen pa arsye në këtë temë. Kështu që kjo rritje lineare që ka sistemi i botës sot, sepse kështu është ndërtuar, do vi një moment që do të shpërthej, do ta minoj veten e vet, sepse nuk mund të shkoj ad infinitum përjetësisht. Nga këtu do të kalojmë tani tek një autor tjetër, i cili është autor shumë i famshëm, i cili botoi një libër në vitin 1997 me titull The Sovereignty Individual, pra individi sovran, ku bëri disa parashikime të cilat çuditërisht sa vinë edhe vërtetohen faqe për faqe të atij libri. Ky autor thot se për shkak të avancimit të pakontrolluar dhe të pafrenueshëm teknologjik, bota do të ndahet në 2 lloj individësh. Do të jenë individët sovran dhe vdekatarët. Individët sovran kush do të jenë? Individët sovran do të jenë ata njerëz të cilët do të përdorin teknologjinë për të pasuruar deri në atë pikë, saqë mund të tejkalojnë edhe shtetin. Pra, arrin pikën mbi oligark. Tashmë edhe oligarkët e tejkalojnë shtetin, nuk pyesin dhe shtetin e trajtojnë si shërbëtor të tyre, pra demokracitë i trajtojnë si shërbëtorët e tyre, por the sovereign individual, pra individi sovran, do të jetë akoma më lart, sepse do jetë në gjendje që t'i fshehë të ardhurat e tij, duke përdorur teknologjinë e kriptomonedhave, do të jetë në gjendje që të përdor të marrë firma të specializuara që shërbejnë për të fshehur pasurinë, pra duke futur pasurinë nga njëra gack në një guack tjetër, një guack tjetër, dhe përrjedhoj i pataksueshëm, përrjedhoj i padukshëm për shtetin. Pra një fantazëm që mbledh të ardhurat dhe resurset të një shteti, të një demokracie, dhe shteti nga ana e tij nuk e takson dot këtë individ sepse është i padukshëm, për shkak se teknologjia i jep mundësinë që të bëhet i padukshëm. Pra këta njerëz do të jenë në gjendje që ta tejkalojnë demokracinë, do të jetojnë mbi sistemin demokratik, mbi sistemin e drejtësisë, mbi sistemin kushtetues, mbi ligjin. Dhe këta do të krijojnë, si thua, këta individ do të krijojnë Olimpin e vet në tokë. Enklavat e tyre, zonat e tyre ku jetojnë, bashkëveprojnë me njëri tjetrin, të llojit të tyre, njësoj siç ishin perëndit e antikitetit që kishin superfuqi dhe jetonin në Olimpin e tyre, në qiellin e tyre, si thuash. Kështu do të jenë edhe këta, sepse do të jenë mbi shtetet, do të jenë mbi sistemet politike. Dhe ju e keni parasysh se për kë kam fjalën pak a shumë. Kështu që bota, shteti do të jetë i pafuqishëm, sepse nëse një miliarder fsheh nga një buxhet shteti, le të themi 400 milion euro taksim në vit, që për shkak të përdorimit të guackave dhe si thuash teknologjive tjera për ta fshehur pasurinë e tyre, arrin që t'ja fshehin shtetit 400 milion euro detyrime. Qa ndodh, ku do i marrë shteti ato detyrime? Do i marrë nga ne tjerët. Pra, si thua, fshehja e tyre është vjedhje ndaj xhepave tonë. Dhe duke i marrë nga ne tjerët, shteti do të detyrohet me kohën, për shkak të shtimit të këtyre individëve sovran, që ta rrijep akoma më shumë qytetarin e thjesht, sepse duhet ta vjel që të siguroj mbijetesën e vet shteti. Dhe kështu ne vdekatarët do detyrohemi që inflacionit na prek vetëm ne. Pra inflacioni në të ardhmen do prek vetëm të varfrit, jo zotat e Olimpit, Dhe shteti do të shkrijë
financat e tij me inteligjencën shtetërore, si thua, financat të shkrihen me shikun për të zbuluar çdo lloj grope të vogël që ne vdektarët mund të përdorim për të fshehur ndonjë qindark të vogël për të mos e deklaruar. Pra do shtohet presioni ndaj nesh edhe do jetë zonë e lirë fare për zotat e Olimpit, sepse ato do të jenë mbi shtetin. Tash i duket sikur i bëra i çik gjërat si lëmsh, sepse ja nisa me parashikimin 3 gradë Celsius, kalova tek faje dhe pastaj kalova tek sovereign individual, pra tek individi sovran. Mirë, po këto gjëra nuk janë të pandara. Janë jo pa qëllim i bëra, jo pa qëllim i fola, i ndava në kapituj të ndryshme, sepse janë të ndërlidhur me njëri tjetrin këto gjëra. Imagjinoni një enë me ujë që është duke në gjendje vlimi tek ajo pllaka e gazit, për të përdorur një metaforë. Dhe kur i shtohet edhe aspekti i faje, asaj që folëm për studimin, është njësoj si ta marrësh këtë enën që po vlon në tek pllaka e gazit dhe ta vendosësh tek pllaka tjetër më e madhe e gazit, me fuqi me intensitet më të lartë. Pra, vlimi do të përshpejtohet akoma më shumë për shkak të temperaturës sociale, me temperaturën e biosferës dhe me temperaturën e gjendjes individuale. Dhe të gjitha këto do të krijojnë ato që unë e quaj spiralja drejt fundit, të cilën mund ta shpjegojmë. Mund të përdorim një mënyrë grafike krejt thjesht për ta shpjeguar. Kjo është spiralja, sepse çdo gjë në univers lëviz në mënyrë spirale. Tani biosfera është ajo që folëm tek studimi, okay? Studimi. Temperaturën e vlimit në shoqëri e folëm tek ajo që tha Faje, tek konvergjenca katastrofave, pra. Ky është studimi i aktuarëve, kjo është ajo që tha Faje, dhe kolapsin e ekonomisë dhe shtetit është ajo që e parashikoi libri i individit sovran. Okej? Që pastaj do sjellin degradimin e komuniteteve, do sjellin degradimin e familjes dhe degradimin e ekonomisë dhe jetës personale. Tani, që e pam se cila është spiralja dhe se si të trija këto gjëra që unë thash ndërveprojnë me njëra tjetrën, do të shkojmë te koncepti i fundit dhe parashikimi ose si të thuash mbrojtja ose si thuash strategjia që Guillaume Faye na tha ne se duhet të përdorim, pra ai parashikoi, na dha edhe zgjidhjen se si duhet t'ja bëjmë për të dalë nga spiralja e zhdukjes. Dhe teoria, filozofia që Faye propozon këtu është ajo që quhet arkeofuturizëm. Pra arkeo vjen nga e vjetra, primitivja, e tradicionalja dhe futurizëm e ardhmja, e zhvilluara, supermodernja. Dhe ai thotë që ne as nuk duhet kthehemi tek e shkuara jon, të jetojmë siç kemi jetuar dikur, as nuk duhet të mbështetemi 100% tek teknologjitë së ardhmes, dhe as nuk duhet të bëjmë ato që po bëjmë aktualisht. Ai thotë që duhet bëjmë një martesë të primitives me të ardhmes, duke krijuar ato që quhet arkeofuturizëm, që është fshati futuristik. Fshati futuristik thot që propozon një shkrirje, një fuzion pra të vlerave arkaike që janë solidariteti tribal, pra jetesa në fshat dhe solidariteti me gjithë banorët e zonës fshatit, komunitetit tribale, rregulla dhe hierarki të qartë të grupit, role tradicionale të gjinive dhe një etik luftetare, pra një etos luftetari, pra një grind për jetën. Të gjitha këto të kombinuara me teknologjitë futuristike që janë inteligjenca artificiale, eksplorimi i hapësirës, inxhinieria gjenetike, për shëndetin e gjitha këto me radhë. Pra ajo që po thot Faye është ajo që unë kam dëshirë ta quaj krijimin e komuniteteve sovrane. Komunitetet sovrane janë grupe, lagje, fshatra të cilët bashkëpunojnë me njëri tjetrin, bashkëpunojnë për të krijuar, për të dalur nga matriksi, për të krijuar pavarësi energjetike nga shtetet. Pra, janë komunitet që bashkohen të gjithë, hedhin, bashkojnë të ardhurat dhe vendosin që
me këto të ardhurat komunitetit të ndërtojnë një panel të madh diellor ku të kenë pavarësi energjetike për gjithë dhe të jenë të pavarur nga furnizimi me energji nga shteti. E njëjta gjë për ujin, e njëjta gjë për shkollimin, e njëjta gjë për marrjen e zanateve, e njëjta gjë për ofrimin e kujdesit shëndetësor, e njëjta gjë është për mbrojtjen e fëmijëve të njëri tjetrit. Pra, kur njëri është në punë, tjetri mbron fëmijën e tjetrit. Kjo është mënyra se si kanë funksionuar fshatrat dikur. Kjo është mënyra se si janë zhvilluar komunitetet sovrane dikur. Por Faye thotë që kësaj mund t'i bivendosim, pra edhe teknologjinë moderne, që ta lehtësojmë jetën e tyre. Pra, të mos bëjnë atë jetën e fshatit dikur arkaike, po t'i përdorin të mirat e inteligjencës artificiale, të teknologjisë që tashmë e ka në dispozicion. Dhe ndërhyrja tjetër është tek masat personale që duhen marrë, që janë të jetuarit shëndetshëm, të bërit ekspert në ngrënien dhe në të ushqyerit organik, në të kuptuarit se çfarë po fus në trupin tim, në rregullimin, në ruajtjen e një aktiviteti e performance fizike, për të qenë i fortë, për të qenë në gjendje për të bërë i vetë mjaftueshëm me forcat e tua fizike, për të punuar, për ta përballur, për ta transformuar realitetin përballë teje, okay? Për të rregulluar shëndetin tënd, për të rregulluar gjumin tënd, për të rregulluar të gjithë parametrat pra që kanë lidhje me individin, për të bërë një jetesë që është në përputhje me parimet e të jetuarit shëndetshëm, se s'do rri tani të përsëris se çfarë duhet bësh për të qenë i shëndetshëm. Por ideja është kjo, që bota po shkon drejt një temperature vlimi, po shkon më shpejt se ç'na e merr mendja ne, dhe prirja njerëzore universale këtu është refuzimi. Pra, të mendoj se kjo është një egzagerim dhe se për 25 vite askush nuk e di se çfarë do ndodh, edhe pse ata janë gjeni matematike dhe e dinë shumë mirë çfarë do ndodh, dhe se ajo që thashun se do ndodh sepse është e përllogaritur, njësoj si 2+2 bëjnë 4. E vetmja pengesë këtu jemi ne, sepse ne do ta refuzojmë dhe për rrjedhoj do ta bjerrim kohën që në vend se të rrim kot, duhet të ishim duke e përdorur për të ndërtuar këto komunitete sovrane, që krijojnë pavarësi nga matriksi, që ndihmojnë njëri tjetrin, që krijojnë atë enklaven e tyre për të mbështetur jetesën në mbështetje të njëri tjetrit. Autori i librit The Sovereign Individual thotë se është shpresë e kotë të lodhemi ne, të merremi, të bëjmë presion qeverisë, të organizohemi dhe të shpresojmë që të ndërtojmë demokraci më të mirë në vendet tona. Sepse çdo gjë po ndryshket në nivel global, çdo gjë po shkon drejt një kaosi, një temperature vlimi. E ke parasysh molekulat në ujë se si lëvizin kur rritet temperatura, ashtu është edhe gjendja e botës sot, është në vlim. Dhe ne dhe të kërkosh në këtë gjendje vlimi që të përmirësosh demokracinë e vendit tënd, është e njëjta gjë si kur të ankohesh sepse dhoma jote në anijen që po mbytet nuk është sistemuar siç duhet. Pra, ti po ankohesh pse dhoma jote nuk është rregulluar shtrati dhe nuk janë pastruar gjërat në anije, por ndërkohë anija po fundoset. Është e njëjta logjik. Ajo që duhet bëjmë nuk është të shqetësohemi për dhomën tonë, pra për demokracinë, gjendjen demokratike të shtetit tonë, sepse në mënyrë apo një tjetër degradimi do t'i imponohet nga forca magjore. Okay? Ajo që duhet bëjmë ne është me shpejtësi tek varka e shpëtimit. Okay? Dhe varka e shpëtimit është ndërtimi, krijimi i komuniteteve sovrane.